إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamat ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve, cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Dashur vëllezër besimtarë, feja e Zotit Islami është feje e përsosur, e kompletuar, e cila i ka objektivat e veta dhe qëllimet e veta që Zoti xhallahu ala i ka dërguar në tokë nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E objektivi kryesor është që mi nxjerr njerëzit nga adhurimi ndaj krijesave në adhurim ndaj Allahut të lartësuar, me përsos tauhidin, njohshmërinë ndaj Zotit që është një dhe i pashoq, sepse kështu neve na mëson Allahu i lartësuar që në këtë formë të rrugtojmë drejt tij për ta fituar xhenetin e Zotit xhalla sha'nuhu. Allahu xhalla wa ala thot në ajetin e Kur'anit: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Në Hajjin lamtomirës ja zbret këtë ajet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i thot: "Sot përsosa për ju fen time, e plotësova ndaj jush dhuntim time dhe zgjodha që Islami dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaja." Pra Islami është i kompletuar në të gjitha aspektet e jetës, qoftë ato të lumturisë dhe festave, qoftë ato edhe të hidhrimit dhe të mërzisë, pra është feje kompletuar. Nuk ka nevojë që të futen nga jashtë gjëra për të na e rregulluar neve gjëja se jetën. Mirë po, pas luftës dashur vëllezër tek ne, jam fut zakone të ndryshme, të huaja, të cilat nuk kanë të bëjnë as pak me fenë e Allahu xhalla wa ala, me Islamin, nuk kanë të bëjnë gjithashtu asgjë me traditat shqiptare. Një prej tyre është edhe Halloweeni që sot përkon ajo datë me 31 tetor. Ajo në shumë vendet e botës në këtë datë njerëzit festojnë të ashtu quajturën Halloween, e marrin diçka si normale, si lojë dhe argëtim, duke mos ditë çka fshihet prapa saj. Duke mos e ditë çka fshihet prapa saj. Cila është origjina e saj? Çka manifeston, çfarë bindje ka kjo që neve nxënësat tonë, shqyr Zotit është pushim se na kishin trishtu të dalë prej klasave dhe prej shkollës, të u vesh me lloj-lloj ngjyre edhe lloj-lloj maske. Origjina e kësaj të dashur vëllezër rrjedh në Irlandë ose në Skotland dhe në pjesë të Francës, ku ata me 31 tetor është festë pagane politeiste. Me 31 tetor bindja e tyre kot thot që shpirtrat e të vdekurve kthehen në tokë dhe pastaj prej frikës ndaj tyre kanë desë zjarre, ju vesh me maska të ndryshme, me lloj-lloj veshje të ndryshme që gjoja shpirtat mos mi njoft ata dhe me i trem edhe më u largu prej tyre. Festë pagane. Të krishterët e Evropës, kur e kanë pasur që paganizmi është fut në krishterizëm, ata që kanë bërë, sikur se për vitri njëjtë, janë mbledhë dhe kanë thonë, du të me bë festë tonën. Edhe kanë thonë, për alojmë emrin All Hallows Day, anglisht. Shkurtimisht Halloween. Dhe më thonë, dita e të shejtorëve, dita e të shejtëve. Kjo ditë. E shejtës, dhe më thonë, diçka që e lartë si pas tyre. Kjo është, dhe më thonë, e kësaj të dashur vëllezër, e cila nuk ka të bëj fare me dinin e Zotit, me Islamin, as me shqiptarinë. Pra është e kotë, ka bindje të kota, ka sirë, ka magji, ka shirk, politeizëm, ka mosbesim, gjitha janë të ngurthyera në këtë lloj feste që tek ne ka u shtfut pas luftës dhe promovohet edhe në për shkollat tona fatkeqësisht.
E të dashur vëllezër, Islami është shumë i qartë këtë çështje. Siç e thash edhe më herët. Islami nuk ka nevojë për festat huaja, s'ka nevojë për lumturinë e tjetrit, që më na i bën neve jetën e lumtur, sa janë të lumtur alhamdulillah. Ne jemi të lumtur alhamdulillah. Thot Allahu Jalla wa Ala, nurun ala nur është ky din, është dritë mbi dritë. Yahdi Allahu li nurihi man yasha. Allahu e udhëzon në dritën e tij këndon. Kjo fjalë është dritë. Nuk është terrë dhe mi friksu dikon. Jo, amër Allah i dashur. Kur vdes njeriu, shkon tek Allahu Jalla wa Ala shpirti i tij dhe kthehet në varr, nuk vjen ai mon këtë dynja kurrë, mos u thot për atë. Shko flajt e vorrët për që qohet në i kosh aty edhe ty kanë me të bota. Jo. Ai nuk vjen ma në këtë dynja vetë se kur ta bën Allahu kiamet në botën tjetër, edhe ta urdhron Israfilin me i frysuri për me shku secili shpirt tek trupi i tij. Kjo është kështu edhe kjo merr fund. As s'kem nevojë me i trishtu fëmin, as s'kem nevojë me i tranu të mëdhejt edhe plesht, duke i friksu dhe duke edhe mësu bindje koti që dikush vjen edhe ti tash du të me edut ato. Jo Allahi, që se ka shkru Allah me vdek, ndesh vishk mask, e ndesh kungullin fëtën kry, e ndesh në rësjetëll, kënë që se ta ka shkru Allahu e gjelin. S'ka shansë me tut me lekun e vdekjes. Sa i studë? A i vjen ta me shpitën edhe hecë. Kështu e kemi bindje të islamit. Kjo feja Allah, kjo islami, kjo dini Allahu Jalla wa Ala. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Nuk guxon ne miun gjasu të tjerëve. Sepse thot Rasulullah, ai që ju ngjason të tjerëve, ajo është prej tyre. S'ka pastaj hisën në Islam. Nuk guxojmë ju ngjasu jo besimtarëve, as në festat e tyre fetare, as në festat e tyre kulturore. E kem fen tonë, alhamdulillah. Ne i kem dy festa. E kem festën e Kurban Bayramit, festën e Fitr Bayramit. I kem dy festa kombëtare që do të më shpjegoj fëmijëve tonë kur e ka fitu pavarësinë Shqipëria edhe kur e ka fitu pavarësinë Kosova, në mënyrë që ta dinë gjenerata e re, këto janë festa kombëtare që lidhen me shtetin tonë, me popullin tonë, me tarmën tonë. Edhe dy i kem fetare, alhamdulillah. Kurban Bayramit dhe Fitr Bayramit. Tjetër fest s'ka muslimani. S'ka. Nuk ka fest tjetër muslimani. Këto dyja janë fetare, shpirtërore. Edhe ato data të rëndësishme kombëtare që do të më shpjegoj historinë të fëmijëve tonë, e mos më ardh nesër pastaj prap. Me na i shkruaj tjetër kush edhe me na qit në rrem. Tjetër fest s'ka muslimani. Fëmijët tonë duhet më edukuar në këtë formë. Sepse fëmijën i kemi amanet të dashur. Fëmijën tonë i kemi amanet. Është e dhimbshme kur e sheti një nanë e cila ka 2-3 fëmijë ose një babë, i cili ka bërë 40 vjet, 50 vjet, edhe shkon ja vnon maskën të fëmijës edhe e ngjyros e bën si masë, e bën si maçar. Është e dhimbshme është. Çfarë edukate i dhom ne në këtë formë fëmijës tonë? Çka e të mësu ti fëmijën? A din me shpjegoj që ato që jo të ja vepru fëmijës tonë? A din me ja shpjegoj? Nuk veprohet një çështje vetëm se të tjerët e veprojnë. Jo çdo gjë që na vjen nga perëndimin e du të me e marr. Du të me marr ato që është e dobishme dhe me elon ato që është e dëmshme. Po jo çdo gjë që vjen nga lindja, qoftë nga polet e dynjas, është e mirë, e marr, është e ligë, e lën. S'kem nevojë na më u bë ma perëndimor se perëndimorët. Sepse edhe ata vetë të e po që kanë rëshit edhe ma, vështirë është më ngritë për pjetë. Kanë rëshit në aspektin shpirtëror, në aspektin moral, në aspektin shpirtëror, fetar. E ne nuk du të me ndjek zakonet e tyre. Du të me ndjek ato që janë punës, ato që janë mirëfillta, ato që na çojnë të para dhe jo ato që janë të liga. Sepse kem amanet për fëmijë tonë. Amaneti i parë është me zgjedh më së pari bashkëshortën. 20 vjet para se me lind du të me eduku fëmijën, ka thënë Resulullah. 20 vjet para lind, çu është 20 vjet para lind? Po me zgjedh bashkëshortën më së pari. Ashtu siç duhet. Pastaj me alon emrin e duhur. E jo be musliman edhe shqiptar me alon emrin lloj emrin një sot. As ka të bëj me feja, as me atë dhe. I huj i krejt komplet. Pastaj edukimi i mirëfillt. Kur ta festojsh Bajramin, mi tregu se çka ka në këtë fest,
Pse ne e festojmë Bajramin? Sepse ne agjerojmë Ramazanin një muaj, kjo festa jonë. Pse e festojmë Kurban Bajram? Pse sakrifikojmë ne Kurbanin? Për arsye se kryet haxhi, plotësohet një shtyllë e Islamit. E në Ramazan plotësohet shtylla tjetër e Islamit. Do thonë themelet e fesë, kur ne i plotësojmë, e kemi një fesë që ne gëzohemi. Themelet e shtetit kur ne i kemi formu, ja shpjegojmë fëmijës tonë që datë ne kemi shpallë pavarësinë, i jam largu nga shkallë. Ama Hallovini që ja shpjegon të fëmijës tonë, hajtë kalëzat. Valla në Irlanda të ju në tranu da dhe kanë dalë në shekullin 17-18 edhe ju në tutë për shpirtrave se vjen, a i shpirti vjen, këto vallaj vështë do plaka tona më në shpinije. Më thonë, këto jënë cërtana ose filma vizatimor, mësë në përdori gjuhën e ujë, filma vizatimor që as ata që i kanë formu nuk din qysh. Prandaj dashur vëllezër, thotë Resulullah dhe po përfundoj, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo njeri prej juve është bari dhe çdo bari është përgjegjës për kopën e tij. Çdo njeri prej neve është bari në familjen e vet. Edhe secili prej neve ka më marrë në pyetje nesër para Allahut për kopën e tij që e ka. Këtë rast për familjen e tij që e ka, për ata që i kanë në sundim. Kemë më marrë pyetje vëllai dash. Për gruan, për fëmin, për vajzën, për djalin, edukimin si e kem bën ndaj tyre. Ajo s'kam shpjeguar rrugën e drejtë dhe rrugën e gabuar. Apo kem shkuar ka shku turma, po shkojnë turma dhe ne shkojmë ka shkon turma. Jo vëllai dash. Turma mund me të marrë në qafë shpesh. Sepse Allahu Jalla wa Ala në Kur'anin famlar thot për turmën, aktharuhumul fasiqun, shumica janë jashtë rrugës së Zotit. Aktharuhumul kafirun, shumica janë pabesimtarë. Dalun janë të devijuar, kështu më radhë. Prandaj, jo çdo herë turma dhe shumica e ndjek rrugën e drejtë. Po ajo e cila ka parime të shëndosha, ka themele të shëndosha, që neve pastaj i edukojmë në brezin më të mirë, që janë fëmijët tanë, që fatkeqësisht po them, wallahi, kur ti shon në shkolla, çfarë veprime bajnë? Se sa dopt mësojnë në shkolla. Se sa ju bojnë presion prinja profesorëve dhe arsimtarëve. Se s'ka drejtë arsimtarë mi vërtin nxënësit. E hyjmë kokë. Unë shumë jam skeptik çfarë gjenerate jem duke prodhu. Me të vërtetë jem të prodhu gjenerat kungësh, jo në aspektin e kungit të 38-orit i Halloweenit, po kungu i pafara heq hibrit. Kungu i pafara. As zbon për kungullur, as farat nuk i bojnë për me mbi. Ku gjeq? E këta nesra pastaj e marrin dorë shtetin. E marrin dorë të ardhmen e këtij vendi. E kur një njeri i cili s'ka ndjenja, nuk e dim pse jeton, nuk e dim pse vepron, e merr në dorë frenat e vendit. Mbi është e sigurt. Andaj dashur vëllezër, ti edukojmë fëmijët tanë në frymën e dinit të Allahut, frymën e Islamit. Ti edukojmë në frymën e parëve tanë të cilët ja kanë pas frikën Allahut. Ju largu nga gjërat e dyshimta, ju largu nga haramet. E kam pa fenë e tyne që është e vetmja rrugë zgjidhje që e shpëton edhe kombin tonë. Andaj ne lutsemi Allahun xhalla wa ala që ta edukoj rinin tonë. Na i falë gjunat tona, na i mësoj që kur dalmi për kësaj dunjaje ta kem dhënë hakun ndaj atyre të cilët jemi përgjegjës për ta, dhe Allahu xhalla wa ala të jetë i kënaqur me neve dhe me juve. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.